Roli SBA, si mendoni, po përpiqet Trump ta stabilizoj apo e ka shtyrë situatën në një drejtim më të keq? Trump erdhi me një premtim që do të ishte presidenti i paqes dhe jo i luftës dhe me sa duket kjo nuk u arrit. Mendoj që interesi i tij më i madh përpos bërjes së shohut ishte marrja e çmimit Nobel, që duket që është pak larg tani. Por në këtë s'ka për ta marrë ndoshta. Por në këtë dinamikën e fundit që po ndodh me Iranin, mendoj që ndoshta mund të kemi një ndryshim në strategjinë apo në politikën e jashtme të SBA-s dhe shikoj më të mundur një hyrje vokale apo demonstrative të SBA-s tashmë në këtë konflikt, sepse mendoj që edhe me deklaratat e Trumpit të fundit, ku i bën thirrje evakuimit nga Teherani, nga Irani, mendoj që SBA-ja do të jetë një pjesëmarrëse tashmë në këtë luftë. Nuk e shoh më të mundur që SBA-ja të mbajë distancën në këtë moment, kështu që mendoj që për Trumpin kjo do të jetë një dështim, se po shikojmë që edhe baza e mbështetësve të tij sikur është pak më e lëkundur dhe më kritike ndaj a mendoni se ishte paralajmëruar kjo me ardhen e Trumpit, duke parë dhe mandatin e parë të tij dhe mënyrën dhe në anën tjetër, a mendoni se në këtë rast po e shfrytëzon Rusia në lidhje me atë çka do të ndodhi në Ukrainë, për arsye se edhe në samitin që u mblodhën Teçja dhe vendet në Kanada, hiku çështja e Ukrainës. Pra ka dalë Irani dhe si do të pozicionohen Kina, Rusia në këtë konflikt të drejtë për drejtë dhe si mund të ndikojë ky konflikt në zgjedhjet apo politikat e brendshme të vendeve të mëdha. Ajo që përmendi pak më parë për Trumpin, kemi si do të ndikojnë ke Rusia, si do të ndikojnë ke Kina, si do të ndikojnë ke... Përtej të gjithë kritikave që ne mund t'i bëjmë Trumpit, unë mendoj që është hera e parë ndoshta në post luftën e ftohtë që kemi një president i cili është pa maska dhe ka një lloj sinqeriteti, nuk e di, naiv apo djallëzor, i cili e ka qerr gjithë maskën e diplomacisë fake, pra diplomacisë solidarizimit. Dhe ai ka të drejtë kur thotë që interesi im është interesi, pra America first, Amerika e para. Nëse atë ka më shumë demagogji, mendoj se propagandë, interesi i tij është biznesi dhe pasurimi i biznesit. Por gjithsesi këtu ka dhe një interes tjetër, përveç se interesit të biznesmenve, sepse ata që shkojnë në luftë janë gjithmonë amerikanët. Pra, Bashkimi Evropian nuk e ka të fuqi ushtarake dhe të humburit ushtarët që nuk kthehen dot, janë gjithmonë amerikanë. Akoma janë pasojat e luftës në Irak, në Afganistan, e mos them edhe të Vietnamit, akoma janë njerëzit. Esakt. Amerika gjithmonë ka dalë deri diku e humbur, si Vietnam, Afganistan, gjithsesi me humbje jete. Për sa i përket Kinës, mendoj që qasja që ata po përpiqen të ndryshojnë, apo administrata e Trumpit po përpiqet të ndryshojnë me Kinën, nuk është më tepër qasja e një kundërshtari, sesa qasja e një aktori të fuqishëm, që ata e njohin si një aktor të fuqishëm, por që ata duan tashmë të ulen në tavolinë dhe të vendosin të ndajnë një herë mirë të mirat materiale, pra të ndajnë biznesin, deri ku do të jetë influenca ekonomike kineze dhe ku do të jetë influenca ekonomike e Amerikës. Dhe Irani ishte një nga ata. Pam që Kina po mundohej të vendosë gjurmën e saj në Iran me investime biliona dollarësh, gjë që për Amerikën nuk mund të lejohet, se përveç një sistemi teokratik Asiaik Khameneit mund t'i shtojë edhe një influencë ekonomike kineze. Mos harrojmë se ky sistem teokratik të Khameneit e sollën korrozon shahun dhe kush e rrezoi shahun. Unë e them gjithmonë. Mos është Irani dhe gjithë kjo zonë, një zonë, ajo që ka përmendet ju pak sekonda më parë, që të gjithë shohin se nga që ka pasuri të mëdha të naftës, minerare, të gazit, është një vend shumë i pasur. Kjo është... Dhe në këtë moment që Kina po merr fuqi dhe po zgjerohet në tregje. Mos ndoshta ky konflikt do të balancojë një çik tregjet. Unë kështu e shoh në këtë sens, që jemi në një përpjekje për të balancuar tregjet botërore dhe të drejtën e aksesit dhe të kontrollit të këtyre tregjeve.
e them gjithmonë Ilir edhe kur analizojmë, Hamasi ishte një grup I cili u investua deri diku nga SBA-ja për të balancuar anën tjetër të autoritetit palestinez I cili nuk ishte I aftë për ta menaxhuar dhe për ta drejtuar vendin. Hezbollahu, pashtu Talibanët erdhën po njësoj. Nga ana tjetër kemi dhe grupe të tjera në Pakistan që e përmendëm për të balancuar deri diku etnin urdu që vinte nga Afganistani po aq. Kështu që mendoj kjo ka qenë një nga fatkeqësitë më të mëdha të Amerikës që sa herë I financonte këto grupe vinte një moment dhe I ktheheshin brapç. Por shumë e drejtë ajo që thatë ju, këto janë vende shumë të pasura dhe në Irak bën të njëjtën gjë, se duket sikur jemi edhe në pjesë e perëndimit. Por Irakut jemi pjesë e perëndimit po me kohë nga lindja. Po, Irakut I ofruan të reformën në sektorin e sigurisë, që është kaq e famshme dhe vazhdon prej dekadash, që s'po bëhet asnjëherë, por ndërkohë kosto ishte shumë e madhe. Ne ju bëjmë reformë të sektorit sigurisë dhe ju na jepni gazin, naftën, dhe ndërkohë do bëjmë të njëjtën gjë dhe në Iran apo do bëjmë dhe në Siri, të heqim nga lista e terrorizmit. Dole një temë shumë interesante. Ajo çka thatë ju në lidhje me këtë që ju vëmë sektorin e sigurisë dhe demokracinë, tash si duhet ta themi ka dështuar. Po. Dhe jo vetëm që demokracia nuk është ndërtuar, por as siguria nuk është më. Pra, kishim vende autokratike ose diktatoriale, por kishte një lloj rregulli. Tash a mund pranojmë që të jetojmë diktaturë? Jo, por në anën tjetër edhe kjo nuk po vërteton që nuk eksportohet dot demokracia. Jo. Atëherë vim dhe këtu ke ne, është proces shumë I gjatë. Është një proces shumë I gjatë dhe nuk mund të Dhe vinë në nga anën jashtë. tjetër unë mendoj që demokracia ka marrë krisje edhe me çka po ndodh në Europën Perëndimore edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka marrë një krisje, nuk është më ajo. Kështu që në këto situata ku po shkojmë sepse historia na ka treguar që na janë kthyer bumerang më vonë. Të gjitha. Në fakt, ndoshta me Iranin mund të themi deri diku edhe pse nuk mund të parashikojmë dot asnjëherë me Trumpin, po mund të themi që ka një ndryshim kursi. Nëse në Irak, në Afganistan apo edhe në Siri e pan që SBA-t nuk mund të shkonin me boots on the ground, të cilnin demokracinë, të transportonin vlerat perëndimore, duket sikur me Iranin nuk po e bëjnë këtë gjë dhe duket sikur po presin që revolucioni të vinë nga poshtë. Edhe gjithë thirrja që po I bëhet opinionit publik është ngritja në këto protestat masive dhe po kërkojnë që vetë revolucioni dhe ndryshimi I regjimit të vinë nga brenda. Se unë mendoj nëse do të kishin dashur të bënin një gabim tjetër si ai që bën gjatë gjithë këtyre dekadave, do ta kishin bërë. Por duket sikur kanë mësuar diçka ndoshta nga historia dhe nuk po mundohen ta bëjnë. Megjithatë këtu ka ndoshta një gabim shumë të madh. Jo të gjithë popujt mund të funksionojnë njësoj me vlera universale. Vlera universale patjetër janë liria, jeta, por nuk mund të themi që demokracia është një vlerë universale. Nëse do të shikojmë Iranin, një nga qytetërimet më të lashta, më të vjetra, mund të themi që ne apo perëndimi ka mësuar dhe ka marrë nga qytetërimi persiak.